Mishe thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe në Mishe thua, podcastin ku duam të ndryshojmë motin. Motin? Po, ne duam të bëjmë një ndryshim jo vetëm për ne ose për ju si individ, por të ndryshojmë këtë vend që njerëzit të flasin për martesën edhe të jenë, të kenë një pjesë e kulturës së tyre që mund të vazhdojnë të investojnë vazhdimisht në martesat atyre. Po. Kështu mish e thua. Po. Shumë mirë, në fakt në Norvegji jemi mjeshtë për të folur për motin. Na duket si është e sigurt, por do shta mund të ndryshojmë çik, të flasim edhe pak më shumë për gjërat me personale që me vërtet ka vlerë në jetën tona. Kjo është dëshira jonë për këto kohë që kalojmë bashkë. Dhe sot duam të flasim për diçka shumë themelore për martesën, edhe nëse mungon, atëherë martesa I mungon një diçka shumë thelbësore, edhe e kam fjalën për beslidhjen. Kemi folur më përpara për këtë, por do flasim veçanërisht për këtë temë sot. Beslidhja shumë fjalë interesante në fakt. Shumë fjalë interesante dhe kam mësuar shumë për nga shqiptarët në fakt. Po. Në fillim kam një histori të shkurtër. Kur erdha në Shqipëri, njerëzit më bënin një pyetje shumë të çuditshme. Ata thanë, "O Nedi, a është vërtet që njerëzit në Amerikë martohen me kontratë?" Edhe thash, nuk e kuptoj këtë pyetje, për çfarë kanë fjalë? Një kontratë 5 vjeçar ose 10 vjeçar. Edhe thash, po jo, martesa është për gjithë jetën, është deri në fund, derisa vdekje të na ndaj. Se kuptova, por e kuptoj tani që ndoshta për ata duke sikur martesat në Amerikë ishin me një kontratë sepse e pan sa e lehtë dhe sa shpejt ishin njerëzit për të divorcuar njëri tjetrin. Shumë e trishtueshme në fakt. Po realitetin është që kur ne të dy u martuam, nuk ishte që unë isha duke menduar a kemi një kontratë apo kemi një beslidhje. Unë thjesht doja të isha bashkë me ty. Dhe s'kisha menduar. Po realitetin pastaj është që kur ne filluam jetën bashkë, avash unë fillova të trajtoja martesën tonë si një kontratë. Edhe si duket ashtu, unë do shta e numerova qik gjërat, sa shumë kam bërë unë, sa pak ke bërë ti, sepse zakonisht e shikoj ato që kam bërë unë, sepse unë jam ajo që është shumë e mira, po jo, edhe unë kam sakrifikuar, por në fakt nuk është një gjë e mirë. Unë kisha shumë pritje për si dy të jetë martesa jonë, por nuk e kisha treguar ty, unë mendova që edhe ti ashtu mendove, apo jo. Dhe shumë e lehtë është të bëjmë këtë, sidomos në kulturën sot, që gjithçka është bazuar në kontratë, gjithçka është me kushte. Edhe mungesa e besimit është normale, dhe individualizmi dhe egoizmi janë bërë vlerat në Shqipëri, edhe jo vetëm në Shqipëri, në botë. Në gjithë botën. E shikojmë kudo. Çfarë do të përfitoj unë? Kështu gjithë bota funksionon me kontrata, edhe duket sikur edhe martesa është parë si një kontratë. Edhe më bie keq për këtë. Po, në fakt nuk është një gjë e mirë, sepse kur unë mendoj për martesa si një kontratë, unë jam duke menduar për të drejtat e mia, çfarë do të përfitoj unë, si do të duket për të mirën time. Është si kur unë shkoj të blej një lavatrice. Unë dua të siguroj që lavatrica punon ashtu si është shkruar tek ajo librin, tek manuali që po marr. Me garanci. Me garanci. 5 vjeçar. Po, shpresoj që ketë 5 vjet garanci. Po realitetin është që nëse unë filloj të trajtoj martesën time si një kontratë, atëherë nuk tingëllon shumë bukur. Edhe martesa nuk është vetëm të shtyp këtu tek një program dhe do shkoj mirë. Në fakt është shumë e rëndësishme që unë e shikoj martesën tonë si një beslidhje, jo si një kontratë. Edhe mendoj, ku jam e sinqert, mendoj që edhe unë si Jorida do shta nuk do shta ti do një mund të kesh qik
ke qenë që ke shkënjyer nga mua, sepse do shta unë nuk kam funksionuar ashtu si ti mendove, kur ne u martuam në fillim. Por jam shumë mirënjohës Nedi që ti nuk me ke kthyer brapsht. Edhe s'kam ndonjë plan që të bëj. Tani është qik vonë, sepse ajo garancia ka baruar për para shumë vite, sepse kemi 30 vite bashk, por kjo është sfidë do njëherë. Po, Në fakt, kur unë vendos veten në qendër, kur unë jam duke mendua veten për të ajo gjë që unë do të përfitoj, nëse unë mendoj që martesa ime është si një kontrakt, marrëdhënia jon do të vuaj nga këto gjë. po, sepse nuk është krijuar ashtu, edhe në Shqipëri nuk ka qenë ashtu. Në Shqipëri keni diçka shumë të veçantë që quhet besa, fjala e dhënë. Edhe kjo është një koncept edhe një vlerë shumë e shenjtë në Shqipëri, është shumë e vjetër, edhe do të thosha është diçka që po humbet. Por nuk dua që të jetë ashtu. Prandaj do flasim për beslidhjen edhe për fjalën e dhënë sot. Të gjitha marrëdhëniet edhe madje gjithë shoqëria në Shqipëri mbaheshin nga fjala e dhënë. Edhe kjo më kujton për një histori shumë të veçantë, shumë e fuqishme, që ishte gjatë kohës së luftës së dytë botërore, kur Shqipëria ishte pushtuar në fillim nga italianët, pastaj nga gjermanët. Në atë kohë banonin rreth 200 hebrejnë në Shqipëri. Edhe gjatë luftës së dytë botërore janë ekzekutuar, janë vrarë miliona dhe miliona hebrejnë. Por në Shqipëri, në fund të luftës së dytë botërore, aktualisht ishin shumë hebrejnë këtu, sesa në fillim të luftës. Pse? Sepse shqiptarët pranonin, mikpritnin hebrejnë që vinin si refugjat, e pranonin, merrnin në shtëpitë e tyre, edhe thanë, ti je i sigurt në shtëpinë tonë, do të kujdesemi për ty. Ata dhanë fjalën, një premtim i shenjtë atyre, që do të kujdesemi për ty. Edhe në rrezik të madh të jetës së tyre, shqiptarët kujdeseshin për hebrejt të huaj që kishin ardhur në Shqipëri. Kjo është një mrekulli. Kjo është diçka, një shembull për gjithë botën, edhe në fakt bota u mahnit nga kjo histori. Se si shqiptarët kishin treguar mikpritje, edhe kishin treguar besnikëri ndaj tyre që kishin ardhur si miq të huaj. Po, edhe kjo është histori shumë e bukur në fakt, edhe nuk ishte një vepër që e bëjnë për shkak që do përfitojnë gjë. Jo, në fakt ata e vendosin veten në rrezik, apo jo. Edhe ajo fjala beslidhja nuk është një shpikje shqiptare. Do shta ne mendojmë që ne është shqiptare, e kemi kjo në thelb, por në fakt në Bibël thot që në fillim ishte fjala, edhe fjala ishte Perëndia, ishte Zoti, edhe ai ka qenë nga fillimi, ai është ai që ka dhënë fjalën, edhe ai ka krijuar me fjalën e tij. Është fjala e Perëndis, është besnik. Ai nuk del nga fjalën e tij, edhe ai është ai që na ka dhënë ky shembull për të mbajtur premtimet edhe beslidhjen tonë. Dhe Perëndia është Perëndia i beslidhjes. Kështu funksionon, edhe kështu e ka krijuar botën, edhe ka krijuar edhe martesën si një beslidhje. Tek Malekia 2 ai thot, ajo është shoqja jote dhe bashorte e beslidhjes sate. Është një diçka shumë e rëndësishme për Perëndin, shumë e shenjtë, lidhja martesore. Edhe martesa është bazuar në një premtim të shenjtë. Kur unë u martova me ty, unë të dash një premtim nga zemra përpara njerëzve dhe përpara Perëndis. Thash me fjalë të tjera, por thash diçka si kjo, unë të marr ty sot dhe do të dua, dhe do të çmoj, dhe do të ripran në çdo kohë, do të shërbej, edhe do të respektoj dhe të nderoj, pavarësisht nga rrethanat,
pavarësisht nga emocionet e mia që ndryshojnë vazhdimisht, unë do të mbaj. Ti do të jesh bashkëshortja ime, edhe unë do të jem bashkëshorti yt, derisa vdekja të na ndaj. Si të duket? Duket shumë bukur. Po, Edhe se ti, unë them me këto gjëra, ti je e sigurt me mua. Unë nuk do të trazëtoj. Unë do të qëndroj besnik deri në fund të jetës. Kjo është një besnidhje. kjo janë fjalë me shumë kuptim. Edhe unë uroj që mos jetë vetëm ato ditën e martesës, ndoshta që të themi këto fjalë. Ndoshta do të themi ato ditë, por lutem edhe shpresoj që të jetojmë këto fjalët çdo ditë e martesës tonë. Edhe në fakt një beslidhje provohet në ditët e vështira, jo në ditët me diell. Kur kalojmë një krizë, një vështirësi, atëherë testohet. Po. A është e vërtet fjala që ka dhënë Jurida, a është e vërtet fjala që ka dhënë Neli? Po, është shumë e bukur, edhe po mendoj kur ne kemi Zotin në mesin ton, me hirin edhe me forcën e tij, unë do të jap besën time, unë do të jap fjalën time, unë do të jap edhe zemrën time. Dhe kjo është ajo që krijon ato strukturën për një martesë që do funksionon mirë, që do të sjat për gjithë jetën tonë, sepse me fuqinë time me vjen keq, nuk e bëj dot. Edhe me gjithë dëshirën e zemrës. Por ti je shumë e fortë. Jam shumë e fortë, jam norvegjese dhe jam e fortë, por unë duhet të ndryshoj ato mendimin për martesën tonë nga ajo ideja që çfarë do të përfitoj unë nga martesën tonë. Çfarë janë ato gjërat që do të bëj që unë të broj të drejtat e mia, edhe të kaloj duke menduar çfarë mund të bëj unë për të shërbej marrëdhënien tonë, çfarë mund të bëj unë që ne të rritemi të jemi më të fortë bashkë. Kjo është vetëm me hirin e Perëndis në mesin tonë. Por në ditët e zakonshme, në ditët e përgjithshme, kur ndoshta nuk jemi duke thënë ato fjalë të bukura, si duket ajo beslidhja që kemi me njëri tjetrin? Unë mendoj që nëse ndryshojmë këndvështrimin, atëherë ndryshon gjithçka. Mbaron krahasimi, edhe fillon bashkëpunimi. Shumë bukur. Mbaron krahasimi, edhe fillon bashkëpunimi. Kontrata në thelb thot, unë jap pjesën time, unë jap 50%, edhe unë pres që ti të japësh 50%. Që jemi barabart. Po, jemi barabart edhe formojmë një jetë plot. Por beslidhje thot, unë jap 100%, gjithçka, më të mirën time, edhe ti jep më të mirën tënde, 100%, edhe së bashku krijojmë diçka shumë të bukur. Është një përkushtim. Është një përkushtim që thot, sot edhe pse jam i lodhur, edhe pse nuk dua, unë do të jap më të mirën time. Unë do të jap edhe do të mbaj fjalën time që kam dhënë. Kur kemi, për shembull, kur kemi një vendim të rëndësishme që duhet të marrim, unë nuk do të marr në mënyrë të pavarur. Ne do të flasim bashk, do të bijem dakord, dhe do marrim vendim bashk, sepse ne jemi së bashku, i kemi dhënë fjalë njëri tjetrit. Po, një shembull tjetër është që kur ne kemi grindje, patjetër nuk do të shumë shpesh, por ne kemi edhe kemi edhe grindje në familjen tonë, në marrëdhënien tonë. Po jo. Patjetësisht. Unë vendos që nuk do të marr vrapin, ose nuk do të marr mamin e telefon me një herë. Të them, ne ti është ashtu, po. Jo, unë do ri atje, unë do përulem, ne do bisedojmë, edhe do përpiqemi me të mirën për të sjellur këto mos marrëveshjen që kemi. Edhe madje do një herë, na duhet edhe të marrim çik dim nga të tjerët, sepse të mençur jemi, por edhe jemi të kokfort të dy, edhe do një kemi nevojë për dimën e dikë tjetër për të na ndihmuar duke menduar më mirë si mund të shikojmë situatën nga një këndvështrim tjetër. Edhe në një beslidhje ne kemi formuar një familje të re, po jo. Jemi ne të dy, jemi familjen speaker tani.
Nedi dhe Jurida. Po, kemi formuar familjen tonë, edhe do njerë është e rëndësishme që ne edhe të vendosim disa kufi të mira, Të shëndetshme. të shëndetshme, po, Mhm. edhe që ne e vendosim sa shumë lidhje do kemi edhe me familjen tonë me të gjërë. Puna është si mund të nderojmë familjen tonë, Po, prindrit të tanë, prindit, po, por të mos t'i japim atyre një leje që të kontrollojnë familjen tonë, sepse ne kemi përgjegjësi përpara Zotit po, për lidhjen tonë edhe për familjen tonë. po, shumë e vërtet. Po, më duket se ne duhet të dedikojmë një podcast të plot për këtë temë, si mund të vendosim kufi të shëndetshme, Po, edhe si mund të bajmë një marrëdhënie të shëndetshme me shumë nderim edhe dashuri me familjet tona po, të njëjtën kohë. po, sepse ne e duam familjet tona. Nga ta kemi ardhur, jemi mirënjohës për jetën që na kanë dhënë. Edhe është shumë interesante në fakt që kur unë arri të vendos nivojat e marrëdhënies tonë për para ato nivojat e mia, atëherë edhe nivojat e mia do të plotësojnë. Kjo do shta nuk duket e natyshme në logjikën tonë, sepse jemi mësuar duke menduar që po unë, unë dua që nivojat e mia të plotësohen, po realitetin është që nëse unë vendos që ne marrëdhënia jonë është më e rëndësishme, edhe do plotësohet edhe nivojat e mia. Si të duket kjo? Shumë e vërtet, por gjithë kjo është e pamundur pa ndihmën e Perëndis. Nëse nuk kemi Zotin në qendër, atëherë mund të mundohemi edhe kemi këto ide të bukura, por është ai që le të themi vërteton, krijon edhe forcon këtë lidhje dhe këtë beslidhje që kemi me njëri tjetrin. Mendoj për Jezusin vet, ai dha jetën e tij për ne. Jo sepse ne meritonin, jo sepse ne ishim kaq të mirë, kaq besnik, por ai e vlerësoi kaq shumë marrëdhënien me ne, edhe na deshi kaq shumë që dha jetën e tij për ne. Imagjino nëse ai i tha në atë kohë, jo, kjo është shumë e vështirë, nuk e bëj dot, nuk dua lere, sepse nuk e meritojnë. Është një çmim kaq e lartë, pse duhet të pagoj unë kjo çmimin? Është çmim shumë i lartë, edhe në martesë duhet të pagojmë një çmim. Po. Por fitojmë shumë, sepse kjo është matematika e Perëndis, edhe kjo është edhe mbretëria e tij. Po. Ai e ka krijuar që dy të bëjnë një, edhe të jetë diçka shumë më e bukur se sa dy individa veç e veç që mendojnë për veten. Po, në fakt kështu është që nëse ne duam një martesë të shëndetshme të mirë, duhet të marrim shembullin e përsosur, apo jo? Ne e dim që ne nuk jemi të përsosur, ne kemi shumë gjëra që akoma jemi duke përpunuar edhe në jetët private të cilin nga neve, por edhe bashk, por kur ne kthehemi tek Perëndia edhe lejojmë ai të bëj punën e tij në jetët tona, çdo gjë do shkon më mirë. Kur unë përulem, kur unë kërkoj ndihmën e tij, kur unë e kuptoj që edhe unë kam gjëra në jetën time që unë duhet të ndryshoj, është për të mirën tonë. Nuk jam duke menduar vetëm për veten time edhe për sa do përfitoj unë, por unë dua që ne të përfitojmë. Ajo marrëdhënia që ne kemi, martesa jonë, edhe që martesa jonë të jetë një shembull, të jetë shpresë edhe për të tjerët, edhe më shumë edhe për fëmijët tanë. E vërtet. Dhe atëherë martesa bëhet shumë e bukur. Po. Me ndihmën e Perëndis, me hirin e tij. Kështu, prandaj duam të ngrim lart këtë model, të ide që Zoti ka krijuar vetë, që martesa është një besnidhje, jo një kontratë. Edhe pse shumë shpejt mund ta fillojmë të trajtojmë njëri tjetrin ose martesën tonë si një diçka kontratuale. Po, është diçka shumë e lartë, shumë e bukur. Po. Edhe duam të ju inkurajojmë juve të mendoni për martesën tuaj si një besnidhje, si diçka shumë e shenjtë, shumë e çmuar, edhe që fjala që është dhënë nuk prishet
lehtë, nuk Jo. ishit kollaj. Do të Edhe luftojmë për këtë. po, edhe kjo është një vlerë që unë mendoj që ju shqiptar e keni, po është një gjë që sot i ka vendosur në kulturën tuaj, edhe uroj që mos humbasim kur ajo fjala e besës, që i kemi dhënë besë, që të jemi besnik, të jemi atje për njëri tjetrin, sepse kjo ka vlerë. Kjo është një vlerë të vërtet që do të ndryshojë shoqërinë tonë. E vërtet. Me këtë duam të themi faleminderit që ishit me ne sot. Jemi shumë të gëzuar që po na ndiqni në këtë podcast. Nëse e pëlqen podcastin, bëni një like, bëni një koment, ndani me të tjerët, Po. sepse duam që sa më shumë njerëz të inkurajohen, të investojnë në martesat e tyre, në këtë beslidhje që është kaq e çmuar. Po. Kështu, Edhe nëse keni ndonjë pyetje, edhe mund të na shkruani, do ishte shumë kënaqësi. faleminderit. Po. Shihemi herën tjetër. Po. Miropafshim. Miropafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishe Thua.